kemi parë zotrin Kurti duke prerë shirit. Tani më thuani ju mua këtu se ku është rruga Prishtinë-Gjilan. Po du me folë veç për një qasje që e ka pasur qeveria Kurti në raport të paktën me rrugën për Gjilan, kemi parë zotrin Kurti duke prerë shirit. Duke prerë shirit. Dhe tani më thuani ju mua këtu se ku është rruga Prishtinë-Gjilan. Ku është autostrada, cili segment është i kryer dhe ku janë lidhjet. Do me thonë rruga është 10% nuk e dija ka përfunduar. Prandaj kjo ideja e mashtrimit me ceremoni për segmente të vogla, për një urë që 3 vjet duhet me u kry, duhemi me kuptu që nëse projekti nis, edhe nëse nuk i takon, nuk përfundon, nuk merr epilog në mandatin tuaj, të përfundoj të lutem. Koha, në mandatin Eliza, tuaj, ti përfundoni punët dhe jo ceremonit që ta mashtroni qytetarët se u bë një gjë, u bë një koha, Eliza. Për atë që kupton nga projektet infrastrukturore, defekt i madh është të trashëgohet një projekt pa shpronësime të kryera me 8 lote, me ura të pa projektuara, pa shpime geomekanike dhe kryeministri Kurti, po të lutem kreti kuptuam, vetëm më interesoj ceremonia, shiritin e një segmenti sepse aty janë 8 lote. Por më lejo të them një gjë. Ne kemi dashur të besojmë që ai projekt do të ecë. Sigurisht jo kemi dhënë mundësi edhe kompanive, edhe menaxherëve të kontratave dhe kemi besuar që kryhet, por është dashur kohë sigurisht të shohim gjendjen dhe të kuptojmë që projekti nuk përfundohet. Dhe shtohet pyetja pse s'janë kputur kontratat. Sepse ato kontrata kanë qenë të lidhura keq dhe do ta penalizojmë. Tashti Albani